Shkencëtarët në Londër po përdorin inteligjencën artificiale për të zbuluar anomalitë e trurit të padukshme, tepër delikate për metodat standarde të zbulimit që shkaktojnë epilepsi. Mjeti i quajtur Meldgraf vë në dukje rreth 2/3 e anomalive të vogla që radiologët humbasin shpesh kur studiojnë një rezonancë magnetike të pacientit. Një rezonancë magnetike është ndoshta 10 milion piksel dhe ata po kërkojnë diçka që mund të jetë 100 piksel, i tha Reuters Dr. Conrad Westil, një pedagog i lartë në shkollën e inxhinierisë biomjekësore dhe shkencave të imazherisë, King's College në Londër. I think it's important to kind of put into context how difficult. Unë mendoj se është e rëndësishme të vihet në kontekst se sa e vështirë mund të jetë për të gjetur. Pra një rezonancë magnetike është ndoshta 10 milion piksel dhe ata po kërkojnë diçka që është ndoshta 100 piksel. Dhe kjo mund të jetë shumë delikate. Mund të marrim si shembull një roman me 200 faqe, i cili ka 100.000 fjalë dhe ata po kërkojnë një fjalë që është me madhësinë e gabuar ose fontin e gabuar. Kështu që ju mund të shihni se si të pasurit e një mjeti të inteligjencës artificiale për të vënë në dukje zonat e mundshme, mund ta përshpejtojnë atë proces dhe gjithashtu të gjejë gjëra që mund të kenë humbur. Ekipi ka shpenzuar 10 vjet për të zhvilluar Meldgraf, i cili u trajnua mbi të dhënat e rezonancës magnetike nga më shumë se 700 njerëz me displazi fokale kortikale, një shkak kryesor i epilepsisë. Displazit fokale kortikale mund të jenë delikate dhe të vështira për të parë me syrin e njeriut, dhe deri thuajse gjysma e këtyre leksioneve mungojnë për radiologët. Sistemi thekson atë që mendon se mund të jetë një anomali dhe gjithashtu shpjegon arsyen pse. Analiza më pas mund të kontrollohet nga një radiolog, duke përshpejtuar diagnozën dhe aksesin në kirurgji. So we've made an AI tool to help diagnose hidden brain abnormalities. Pra ne kemi krijuar një mjet të inteligjencës artificiale për të ndihmuar në diagnostikimin e anomalive të fshehura të trurit tek fëmijët dhe të rriturit me epilepsi dhe thelbësor është fakti se nëse mund të gjenden anomalitë të trurit, mund të realizohet një operacion që mund të shërojë krizat, dhe ajo që mund të bëjë mjeti ynë i inteligjencës artificiale është të gjejë 2/3 e atyre anomalive që mjekët mund të humbasin dhe kjo është vërtet e rëndësishme sepse do të thotë që më shumë fëmijë mund të marrin formën më të mirë të mundshme të trajtimit. So this is 23 hospitals around the world that have found examples. 23 spitale në mbar botën kanë gjetur shembuj ku kanë zbuluar këto anomali të trurit dhe i kanë ndarë me ne. Dhe kjo bëri që të mblidhen një grup i madh të dhënash, më shumë se çdo të mund të shihnin shumica e radiologëve gjatë jetës së tyre. Ajo që ne duhet të bëjmë është të ndajmë sa më shumë nga këta shembuj për t'i gjetur më lehtë këto anomali të trurit. Më pas mund të bëhet një skanim i ri, të tregojë se ku mendon se është anomalia dhe gjithashtu shumë e rëndësishme sa i sigurt është. Por dhe çfarë po përdor për të marrë atë vendim? Më pas një radiolog mund të shohë skanimin dhe të thotë, po, mendoj se kjo po shkakton krizat. Ndoshta ne mund të diskutojmë për një operacion të mundshëm. Then a radiologist can go back to that report and have a look at the scan and say, yes, I think this is causing the seizures. Maybe we can discuss surgery now. Epilepsia prek rreth 1 në 100 njerëz në mbar botën, me 1 në 5 raste të epilepsisë që shkaktohet nga një anomali strukturore në tru. So about 1 in 100 people suffer from epilepsy. Pra, rreth 1 në 100 njerëz vuajnë nga epilepsia dhe në rreth 1/3 e tyre medikamentet kundër konvulsioneve nuk ndihmojnë për të kontrolluar krizat. Për disa nga ata pacient, një anomali e trurit, pra një pjesë e trurit që nuk është formuar si duhet, po shkakton këto konvulsione dhe nëse mund të gjendet, atëherë mund të kryhet operacioni dhe potencialisht t'i kuroni krizat në atë mënyrë. Perhaps I can give a case example of a 8-year-old girl from. Ndoshta mund të jap një shembull të një vajze 8 vjeçare nga spitali Great Ormond Street. Ajo ka pasur kriza që në moshën 4 vjeçare. Mjekimi nuk po ndihmonte për të kontrolluar krizat dhe kështu ajo u referua në Great Ormond Street. Radiologu pa skanerin, ata menduan se kishte një anomali të trurit, por nuk ishin të sigurt. Ajo çfarë bën diferencë tani është fakti se në vend që të bësh ekzaminime të mëtejshme dhe të ketë më shumë vonesa, ata do të mund të përdorin pajisjen e re me inteligjencë artificiale në këtë pacient. Kjo pajisje do të mund të theksojë zonën që ata menduan dhe në këtë mënyrë mund të planifikojnë një operacion të mundshëm. Ndërsa pajisja nuk është ende e disponueshme klinikisht, ekipi e ka bërë softwarein me burim të hapur dhe po trajnon mjek dhe studiues në mbar botën për përdorimin e tij.